Mbrëmjen e djeshme në emisionin Vlora.com drejtuar nga gazetari Arjan Konomi, i ftuar konsulli italian Sergio Strozzi, një figurë diplomatike e qytetit të Vlorës. Ai u shpreh kënaqur për pjesëmarrjen e qytetarëve vlonjat në festën e 150 vjetorit të Bashkimit të Italisë më 2 qershor, ku kjo festë nuk cilësohet vetëm si festë italianëve, por tani festohet edhe nga vlonjatët. Pas atmosferës festive, konsulli u shpreh mbi marrëdhëniet e konsullatës me qytetarin, aktivitetet kulturore dhe ekonomike. Funksioni kryesor i konsullatës është ndihma integrimi midis kulturave të tyre. Tha zoti Strozzi. Mund të them që unë kam ardhur në shtator të 2008-s në Vlorë dhe kështu që janë gati rreth 2 vjet e gjysmë si aktiviteti im këtu në Vlorë. Dhe në fazën e parë kam kërkuar që të bëja një monitorim të sipërmarrjeve italiane, jo vetëm ato të Vlorës, por edhe të gjithë qarkut konsullor. Dhe ashtu sikurse ju e dini, kalon nga Lushnja deri në Sarandë, në Fier, në Berat, në Gjirokastër, dhe sipërmarrjet italiane si numër nuk janë të shumta. Kemi rreth 20-25 sipërmarrje italiane që punojnë në jugun e Shqipërisë. Dhe mund të them që janë më të shumta në numër sipërmarrjet shqiptare që kanë marrëdhënie shumë të forta me Italinë. Dhe ato që janë me aktivitetin e përzier nga italianë dhe shqiptarë dhe të gjithëve sektoreve për më tepër, duke filluar nga infrastruktura, energjia, ndërtimi, fazonistët, kështu që panorama e sipërmarrjeve italiane është shumë e ndryshme. Çka kemi kërkuar ne që të bënim ka qenë që edhe gjatë në regjimit të vizave Schengen kemi kërkuar që të lehtësojmë pikërisht marrëdhëniet me sipërmarrësit e shqiptar. Ne kemi krijuar një kontroll, kemi bërë një kontroll me sipërmarrjet të cilat kanë marrëdhënie më së shumti me Italinë. Më pas, konsulli italian foli mbi historinë shumëvjeçare të Italisë dhe projekteve italiane humanitare që janë zhvilluar dhe kanë marrë një dimension të gjerë, projekte të cilat nuk mungojnë dhe ditët e sotme. Perspektiva e projektit mbi turizmin për të ardhmen e Vlorës, sipas konsullit, mendohet se duhen disa faktorë thelbësor, si peizazhi, pastrimi, rrugët, shërbimi turistik, personeli e të tjerë. Pas këtij bashkëbisedimi të ngrohtë, gazetari Arjan Konomi falenderoi konsullin italian Sergio Strozzi dhe i uroi suksese të mëtejshme me drejtimin e konsullatës italiane në Vlorë.